Për atë kohë ishte punë e mirë, apo ishte mbërëzishme? A di që më ka pëlqy mu shumë, se ishte 12 orë puna. Kam kënë jashtë, thashë dhe nuk kam kënë qytet, ka kalu 2-3 në ditë, vetëm ka kalu e kam pas kohë me lezu, aja ka e në koha ma vleshme jetë stene. Tanë ditën e lume kam lezu libra. S'kam lënë gja pa lezu, ma beso mu, kam lezu filozofie, shkence, matematike, qa do që i gjesh, adin qa do, ta manë si aja makina që i gërin gjithë qa, adin vetëm me lezu. Adin aja ka ka gjate, kam pa fillu me shkru i fije, kam pa marrë disa shënime do gjana, por ishte u sjellë të puna nuk mujtë akor me hi me ba diqa. Deri atëran që erdhi koha 1990, 90-ën kjo fësi o kujtot, ka kanë 89-ën, tamam ka kanë një moment që Ramizalia tha nuk ka përgjes ma familjan kjo fëse dikush. Sepse me të thanë drejtën e shpirtit, kur jam kanë ushtarë që i ra tërmeti, kam kanë në pentarë, nga kanë pachu për me një mua ta katonit, aty anë që u të edhin jam marrë me nëtë, adin kam kanë me nëtë, vetëm me pahin bunë, pa zjarë kryt për i ujtë kisha dalë një kustavi. Ishte gjysa bunë se jo në gjysja atyne. Edhe kam kanë aty, kena lalë kam të adin. S'kishë në indinjë atyre? Ja, zero, kam pak hek për i menit se t'internoshin familjen. A ka pa ik, nuk ka egzistu ma ja idea marrë atis. I du me pak kanë kufini s'kisha ik. Se qëfar lezë, ka e gzimi, me të futë tanë vlazit në burgën internime, nane, babe me, ti du ishku, ku po shkon? Dhe jam këpëtën. Kurse, në moment që e thajat, tash thaq, fidova plani me ikë. Tash shkam gja. Edhe e maj me në gjithmonë e kisha idejnë për me shku ka liqeni, sa ma sigur. Kufini ka këtë gjithmonë i rëzikshëm. Kanë vu fushqeta, kanë vu midis, gjithë parë formash, gropa me ashish, pispils, kanë vu ka jemi dispej një ferë, i kira me kam, ka gërësit zile, to ka but, veni, ka herë jënë tanë kufini, po dikun, kur i kanë pastruat brezin e atë ma, zonën kufitare, ferët kanë shku i kanë vua për brezit but, a dash me një dhe me disë ferëve, e kam pataku njenin, kur jam kanë Beograd, një për këtyne të ratisënve, e i tha që ka ke kalu në filanve të pusi, tha kur e kalovat klonin, pra telat me gjemba, hina tha ty ka dalë, kura vita tha, ishte turra ferrave, tha 2 metrë e nalë, gjanë bota me kaluan e. Ferrat thame, nështë me vjetë. Mi po të mu këthy ma pa po të kapin, a dhe tha kisheka një fanel që po ata rëthova kryt, po këto atë e lakuriq, e jam fut tha si thion. Upe kam dalë tha nenën. Mi pa e kishtë edhe humori, tha që atër qanodhi, tha më qunë në spital, ka nërë tha një 30 infermierit të me e këtërë. Se që eshtë tani me piskër. Anyway, po, ka pas gjithë farë formë, po ujë ma duk mu me kënës edhe në tarë, edhe njët mrenë, adin, mu duk të, si me thanë, maj i sukseshë, maj i rujtën, adin ma tana. Edhe të fillova të me ba fiskulturë, ndimin, janare, majmen, sepse shpesher njerëzit mendojnë se një notar kur... Fillove po pregatiteshe për të oratisur? Po që ka pa thanë vlazën. Një janar shkurt. Vetë fare ke ikur apo ke bashkëpunuar? Ma vonë me 2 shok tjerë. Por shpesher njerëzit mendojnë se kur ban distancat gjata, mendojnë sa ndryshe, kur jam kanë notar, kam kanë me krëll, adin këtë që jash me shku shpejt. 100 metra, aty lollësh atër mrapa, po ka një teknik tjetër. Njerëzit mendojnë se duhet me kanë shpadhat e forta. Gjithmonë ka shpadhat, në vërtet shpadha e rëndësishme. Muskujt e shpinës, edhe të belit, kja ma rëndësishme kur shkën gjatë. Se për shemull, kur jenë këtë pozicion, tuj në tu, kur fillën mu lollë, ti fillën me shku kështu. A këtën të fillën me ecë kështu. Adhe në momentin që rrinë drejt, kryve. Sa do që të kesh. Pra ne e majme në ushtrisha në shpi, me bark në tokë, adhe në basha si u kështu, adhe me i qurë durët, edhe kamt edhe mersha 2 gurë, të ranë të edhe basha kështu këtë stërvitje në, që mu forcu këta muskujt e shpinës, edhe këta pa tjetër e tonë. Mi fjallë janë kënës këta si përgatitje.
Atëherë kena pa ba planin se është i fje magja të storia, veç me djalin e tezës të nusës vajtem, me të një ndajqin që në Boston, edhe lame me ik me 19 gusht. Do thënë erdha prej punit e nade, ka marrë prej punit nade, e lame me shku autobusi i funit ka këtë në 7. Jo në mas kjo është agabim 7 ose në 8. 7 sahati, kur ka prej Shirokët, që ka në Shkodër. Edhe në lugari, po të ura bunë sa dash me pru pasaportën, që pat me pasaportën, se atë shujt me një, këte i ka në kratë djathë, kishku ka Shiroka, në kratë majtë, kishku ka Ulqini, Muriqani, ka nga 2 mundësit për mua ratisë, ne i kontroloshin atë. Atër kur shkove me hypë në autobus, pra në urban, për me shku të ura bunës, kur vjen Tonini bashkë me ideal, Vitor Markun, ideal i ri, 19 vjeç, unë isha 33, Toni ka 23. E shikoj, që më thonë, tha i shoki jemi, tha ka shumë që, tha a munda me marrë me vedi. I dhe më disë më gethanë, a dinë se a ka në rëzik. Po ta këthesh prapë rëzik, po ta marrësh rëzik. Po, më tha, e shikoj unë atë, nejde, i tha që, a dinë me banë në të? Po, tha, i ka tanë verën, tha kam ba, mas e ki problemat. I tha që ma e me një kaq, i tha që a rrugë e gjatë nuk muna me të majtë një shpinë, se ba me të majtë shpinë, i tha që ta për në të konë me dale në nade, gena gen vitë kufinit, të konë me në pasur, del dili, kja du të më kry gjatë natë si ja rrugë. Nuk muna i thë me të majtë, a din mirë këtë, mas ki marë, më duk djali hajshëm, kështu, ja di një hollë e tana, i tha që ba me nëllë një gjaj, i tha që lollësh, edhe nuk mundesh kurse si me ecë, me nëtu ma mrapa, i tha që keme dale në brek të prej Shirokët e në Zogaj, që s'kishte shpia, më shehu të ferrat, i tha që edhe rri atje, dhe që t'vi nata tjetër, edhe vazhdojë gjujësën që t'ka metë. Ba me kënë. Edhe i ba ma tam, gjofë se në vjen barka aja ma anja luftarake, mu dasën në të komet pa 3 vetë, njenin e kanë vra, e pa tjetër atë matë vjetërin, unë isha maj vjetëri, se 33 ishte 23 në 19. Desh zoti kalu me 9 sahati të pramjes, gjithmonë në këta romanet e kena pa që thonë ra nata. A ke vurë që thonë, aja gabim me thanë ra nata. Nata nuk bjen, nata qohët prej toket. Fillën nata prej poshtë ju një të nëllë, qidhja me dritë. Atër fillën të ju ba natë dhe me dhe gjithësha. Edhe fillën mu qu nata, edhe himen nuj, i la me pashaportat e teshat, ashtë një ishull i vogël, para se me shku në Shirok. Atër në ba me një trajektore, kështë rëmullak, edhe vazhdu me notin, deri që kena vita për Zogajve. Sa orë? Ka kënë den 4 gjysë, 7 orë gjysë. 7 orë gjysë liqen? Po, not, po. Kur jena vit afer Zogajve, pra ku avija kufinit se liqeni datë për gjysë, po, këto, aty ishte tash, ka qëtë një mënë zoti, se na kishë mujtë marë të në 5 nades, ose në 6 sati na kishte pa, fillë që da liqeni është si me kanë pasqyrë, kerenat të tana. Këtë një mënë zoti, si mujtë me na me ba tana të rrugë pa ba kur provë, me atë ko. Ania luftarake vjen drejt nesh. Ki ishte dritën. I kam pa thanë Toninit edhe Viktorit që kjo se vjen ania mu da. Edhe na menume se na kanë pa me të thanë drejtën e udame. Adin kështu që ba me të zanë njenin, mas me të thanë që jena 3 vetë. Se tjedin jodini që ka thanë ke kanë grupë. Ti në di me kiba kështu. A janë vërtet s'kishte pa një gja, po gjithmonë para se me dalë me nxezi, Nadia. Një luftarake ishte shqiptare? Jo, ka shku në vit kufinit deri në hot. Aja bate rrugën gjithmonë Zoga i Shirok, pa të shkote i bate një në hot. Aja kaloj aty bobom, unë futa krytë në uj, pibibil më shohët atë dritën, pa të një kështu, nuk shifet i krynë midis detit. Ka kanë edhe natë pa hanë, mas bate. Asë 3 metra, kur u largoshin të shokët e mikë 3-4 metra si shif shama, rishim afer, se krytë e zi, batë gjithë qa uja zi, reflektohet e zezat. Atë janë kam shku të një ishull i vogël,
Nada atër ndoli gjumi, se më zoni gjumi aty na ishulli, të i një zhur motorit, erdi motor, edhe një djali i ri, u avit me motor Skenderi, ishte prej Krajit, Krajan, i bana me shej, u avit, edhe tha mua kjo arë për Shqipnijët, po që ka pështu zoti, tha po shikoj rjetat, kishte hedhë rjeta, më hypi, më qovin brek të liqenit, e kishte shpi në pak, kishte një si barak të vogël, unë isha vetëm me kushtumin e bajs, më pruni i palë pantalona, edhe ndo pantofla dhe i fanel. Kështu, edhe më qovin nëllët atje të shpia, kishte gjyshin, edhe a vajzën atë sa motë, ishte edhe i vajzën vogël, e dana aty më lanë me hangër, vëtë fërgu me bostane, kur sa harroj, edhe aja gjaja ma bukur, se kur e kam bajnë intervistën me zëtë një fevzion, kjo e kishte një, edhe më ka marrë në telefon të ndetërët, mas intervist, një zamë tha, a je dëmë Fredi, po jam tha ty folë prej New Yorkët, a dikush jam unë, tha, jam tha Skenderi, që të kam prit, kur e kam pa, mu kujtove të, menim të zotit, kur shkoj New York, du më shku me taku, se kam, pra dhe me thonë mu pa tanë, atërën, në kanë shu, në kanë shu në... Keni qënë të tre bashka, po veç e veç aty. U taku me mrapa, ata kishin dalë një vend tjetër, u ba me tanë bashk, në mori kjo djali, Se nuk dolët në një vend ju? Ja, se u dame na, nuk i kam pa ma. Po pse unë da, pa Po shku dashur? erdi anija, për mës me gjenë bashk. Ata kishin dalin në shpia, që i thash, mës shkoni në për shpia të shqiptarve, se mundet që punojnë për shtetin. Cili ishte momentin më i vështirë gjatë kësaj aventure? Kur jena kanë burgen Kotor. Qa ka ndodhur? Aja, do të thënë, kur në mori ky Skenderi, ka pas i dumdume, i thojmë, na din që ka i motorë, në qovin kraj, nëllët aty, ishte i policë shqiptar. A din, në priti mija, ke doshë që shke njarë, bom, tha, a ke një hangër, po, ke në hangër. Merë një thadhe pak bukshua, në blevi disa frangjolla, a din me martadel, me djath ka shkaval, e në pru një shishe, e Coca-Cola-t matë male, për herë parë kam pi Coca-Cola aty. Kam thënë gjaja ma mirë që egzistën në botë. Adin edhe i shterën pak, zët e tanë. Adin në hypin makinë, kur në hypin makinë, tha kam ju qunë në tivarë, se kështu ashtë atana, bani do përqes verbale, kur hypin majet të Araboshit, ishte kloni, ishte jushtar Jugoslavë, bani përshtypi se kishte thikaj, adin automatikun, po kishte dhe një, kurse i shqiptari ishte mrapa, rrishin si shpin për shpin, një 4-5 metra, nuk shikjoshin një tjetër. A i shqiptari, kjo tha, nali makinin, kjo polici, tha, rrini të tha, mas bani mërëk, vetë hapi pijenu, u duk të Shkodra, kishte ty avullu liqeni, kishte pak avull adin, si në, ju avitati, i tha Frederik Kale, tha Tunin Dajqë edhe Viktor Marko, janë tha ndur të shtetit Jugoslav. Lejmërin i tha e përë, a ju shtari zbani za. A dhe erdi hypin makinin, na qunin